Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Ona Kapxhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesën e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Së pari duke ju uruar të gjithëve një ditë të mbarë, sot jemi e martë, data shënon 13 janar për vitin 2026. Do të kemë mundësi me programin e mëngjesit të qëndrojmë nga ky moment edhe deri rreth orës 9 si zakonisht me rubrikat e përditshme, titujt të gazetave. Patjetër ato janë të parat që do të bëjmë menjëherë me dije, mediat online për të gjetur dhe për të marrë zhvillimet kryesore në Korale apo dhe zhvillimet e minutave të fundit, komunikimi së bashku për temën e ditës e jo vetëm patjetër dhe do të vijojmë për edhe me parashikimin e modit me shumë interes, ditë të ftohta të acarta. Në fakt parashikimi yjeve dhe biseda në studio, në fakt do të kemi një ekspert pasurive të paluajtshme për të ndalur dhe për diskutuar me detaje për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme. Pritet nisë diku pas mesit të muajit janar dhe çfarë duhet dinë të gjithë qytetarët dhe bizneset. Mirë, menjëherë në këto momente nisim pasqyrën e shtypit, duke filluar me gazetën Panorama. Do të bëjmë dije së pari çfarë shkruhet në faqen e parë, kryer artikullin dhe më pas çdo zhvillim tjetër për që pasqyrohet në këtë të përditshme. E kemi në këto momente gazetën Panorama, edhe një herë shohim numrin e kësaj të martë për datën 13 janar të vitit 2026. Pavarësia energjetike, investimi në Tropoj, ka qenë një aktivitet gjatë ditës djeshme. Pra edhe njerë, pavarësia energjetike, investimi në Tropoj, Rama, Kina në quan pika e mjaltit, Amerika e uritur për të fituar. Projekti, Shqipëria po shkon drejt objektivit për sovranitet të plot energjetik brenda kësaj dekade. Kryeministri Rama, gjatë prezantimit të projektit për parkun e energjisë të erës në Tropoj, deklaroi se investimi i kompanisë amerikane do të ndikojë në uljen ndjeshëm të varësisë nga importet. Ai nënvizoi rëndësinë strategjike të Shqipërisë si një pikë me kapacitet të madh për tregun evropian, duke bashkuar edhe mençurinë e Kinës dhe urin përfitim të investitorëve amerikanë. Në faqen 5 mund të lexoni edhe më tepër pra çfarë ka ndodhur gjatë ditës djeshme eksaktësisht, por edhe qëndrimin e kryeministrit. Tuneli Llogaras me punime të dobta, tatimet bën faturime fiktive dhe TVSH pa lejen e ndërtimit. Inxhinieri që denoncoi ballukun, ujërat nëntoksore, shkak për shembjen e betonit. Edhe këtë material me më tepër detaj patjetër që e lexoni në brendësi. Ecim më tej, mbetemi në gazetën Panorama. Parku teknologjik në Xhavzotaj vetëm livadhe. Berisha denoncon zhdukjen e miliona eurove dhe akuzon Elira Kokonën, lubia numër 3. Skandali pa precedent, kryepartisë demokratike Berisha dje dhe në konferencë për mediat ka bërë me dia, livadhet dhe arat hanë qindra miliona euro në vit nga taksat e shqiptarëve. Në foto janë Sali Berisha, krye PD-s dhe majtas Elira Kokona, ose le të themi në foto po ashtu. Makinat shtrëngohen kriteret për shitblerjen, kolaudim i detyrueshëm. Pra shtrëngohen kriteret për shitblerjen, kolaudim i detyrueshëm, me atë që lexova dhe pak më tepër, pavarësisht nëse kolaudimi mund të jetë bërë 3-4 apo 5 muaj më parë, apo edhe një vit më parë, se tashmë bëhet një herë në 2 vite, nëse automjeti ndron pronar, do të bëhet me njëherë pra kolaudimi. Nuk duhet pritur derisa të plotësohet le të themi 2 vjetori. Të përndjekurit kësti 5 lista me trashëgimtarët përfitues, zhvendosemi këto momente në një material nga Ilir Cenollari, Gjurmët, nga Epiri në Qipro, historia e shqiptarëve stratiot. Zhvendosemi në rubrikën Histori dosier, si e ndihmoi Zogun më 1939-ën, aratisja më 1946-ën dhe refuzimi në shtetësisë italiane, jeta në kërkim e generalit Prenk Pervizi. Faqen 16 vjen i plot ky material. Opinionet e ditës dhe do të përfundojmë gazetën Panorama. Nga Florian Kalaja mund lexoni pa kushtetueshmëritë e amnistisë. Filip Guraziu shkruan solidariteti si mision jete i Elio Rossit dhe nga doktor Jorgji Kote diplomat keni mos i lexoni homazh dokumentar për ambasadorin Murati. Mirë, këto ishin gjitha zhvillimet dhe materialet nga gazetën Panorama. Lëm pas këtë të përditshme, zhvendosim me gazetën Tema që është e radhës. Në volum kryesor të gazetës Tema është kryeministri Edi Rama dhe pikërisht pranë atë aktivitet për energjinë të zhvilluar gjatë ditës djeshme për parkun eolik dhe
fokusohemi edhe në shkrimin që shoqëron po ashtu kryeministri Rama ka folur për korrupsionin dhe ka theksuar dëshmi që mund ta japin kompanitë amerikane. Pra, korrupsioni, dëshmi që mund ta japin kompanitë amerikane. Më tepër dhe në mënyrën se si e ka thënë, mund lexoni në faqen 3 në brendësi. Rama po ashtu partneritet trepalësh me Emiratet dhe Italinë nuk u bën për atletet e mia të bardha dhe është një qëndrim në lidhje me parkun e energjisë rinovueshme me erë në Tropoj 600 MW që do të jetë një zhvillim të domethënës në rrugën drejt sovranitetit energjetik, investimi në kompani amerikane, kështu shprehur kryeministri për të vjuar pak edhe me kryertikullin. I vetë përjashtuar nga Partia Demokratike, shpërthen Ervin Staljani, partinë po e trajtojnë si pronë. Bëhet fjalë për qëndrimet e ish-deputetit, zbuloi dokumenti sekret për motin e keq që gjunjëzoi Shqipërinë nga 7 deri në 15 janar të vitit 1985. Është rubrika Histori dosier, vjen në faqet 10-15 dhe mund lexoni me interes sepse kemi kaluar për situatë të vështirë me motin edhe gjatë ditëve që lan pas, apo edhe po kalojmë sepse tashmë situata ka kaluar tek ngricat. Lama Allari, që është ministri i drejtësisë, deklaron nga amnistia penale do të përfitojnë 1290 të dënuar. Antena brenda familjes Muli kërkon seancë pajtimi mes Belos dhe Gazit. Van Horn, Nancy Van Horn është ngarkuar SBA-ve me punë në Shqipëri, pra le të themi është ajo në vend të ambasadorit apo ambasadores që mund të ishte, dhe ka theksuar do të çmontohen rrjetet e narkotrafikut. Gjykata kushtetuese të bllokoj shkelësit e ligjit. Opinionet e ditës me Robazë shkruan: cilësia më e keqe e drejtësisë është kur askush nuk të dëgjon. Zhvendosemi me një opinion që vjen nga Ilir Demalia. Një krim shtetëror monstruoz që ulërin për drejtësi edhe pas më shumë se 30 vitesh heshtje kriminale. Dhe nga Fitim Zekthi mund të lexoni paralelizmi me Maduron ndihmon vetëm kryeministrin Rama. Këto ishin gjitha zhvillimet dhe materialet e gazetës Tema. Në fakt, në numrin e kësaj të martë edhe me këtë të përditshme, edhe për datën 13 janar të vitit 2026. Kaloj me gazetën Dita, do të jemi në këtë të përditshme, zakonisht në fakt nga e hëna në të premte, të njëjtat gazeta na mbrin në redaksi, edhe e shtuna është edhe Dita në fakt kur na mbrin edhe gazetat javore, kryesisht letrare, kulturore apo kushtrim brezash. Fokusohemi në kryertikullin e gazetës Dita. Jemi në këto momente me zhvillimin kryesor, pozicionojmë më së miri edhe gazetën për të parë me detaje. Analizë pesimizmi, Europa ku po trokasim, pra analizë dhe pesimizmi. Europa, ose si është Europa ku ne po trokasim. Gjatë vitit kaluar, Europa u shndrua në një hibrid të pahishëm, thes boksi dhe objekt talljesh. Pse perspektiva duket e zymt dhe a është e mundur rimëkëmbja pra Europës e kontinentit europian e Bashkimit Evropian? Një analizë e historisë të kontinentit dhe e geopolitikës së sotme për të kuptuar shtëpinë me shumë dyer ku po lutemi të hyjmë. Ndjenja e dëshpërimit dhe lodhjes përballë versioneve amerikane dhe ruse të politikës të pushtetit. Më tepër mund lexoni në faqen 3, pra Europa si është Europa ku ne po trokasim dhe duam të bëhemi antare. Raporti, në 3 dekada kemi humbur rreth 2.5 miliard dollar nga përmbytjet. Shifrat zyrtare nga KLSH-ja, pra nga kontrolli i lartë i shtetit, sa është dëmi i jashtëzakonshëm nga mungesa dhe dobësitë e shtetit në menaxhimin e territorit në 30 vjet, pa llogaritur edhe përmbytjen e fundit. Pra në 3 dekada kemi humbur rreth 2.5 miliard dollar nga përmbytjet. Arkivat dokumenti sekret për Acarin që gjunjëzoi Shqipërinë në janar të 85-s. Për mbajtjet me siglën sekret të nxjerra nga arkivi i Ministrisë të Punëve të Brendshme. Pra Acari ka gjunjëzuar Shqipërinë në janar të 85-s. Ky material ishte edhe në gazetën Tema, nëse keni qenë vëmendshëm në rubrikën Histori dosier. Imuniteti arrestimi, ku vendi mblidhet në 28 janar për Ballukun, pra Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit. Shkeljet dhe shkarkimi, kushtetuesja zbardh të plotë dhe të argumentuar vendimin për Erion Veliajin. Rubrika shëndetit në këto momente jemi edhe pak me gazetën Dita. Çfarë duhet shmangur? Rregulli i artë për vaktin e darkës. Cilat janë ushqimet që na ndihmojnë që të bëjmë një gjumë të qetë dhe të thellë? Çfarë duhet shmangur
në darkë. Drama e Blerinës dhe fëmijëve të saj, hiqet kujdestaria, bëhet fjalë pra për nënën dhe për rastin e regjistruar në Durrës. Pyetje përgjigje, këndi i kryeredaktorit dhe letrat e lexuesve. Dëshmit u kërkojnë nga 10.000 euro, rasti pazakonti studentëve të mjekësisë. Filmi i çuditshëm që po përjetojnë 220 të rinj të regjistruar në Zoja e Këshillit të Mirë. Nga Instagrami tek gjykata. Historia e një skeme 50 milion euro dhe vendimi pazakont për të hequr sekuestrën. Një përplasje procedurale mes prokurorisë dhe gjykatave ka çuar në rrëzimin e sekuestrimit të pasurive nën hetim për pastrim parash, emrat e personave të përfshirë dhe pikpyetjet e një rigjykimi. Me këtë zhvillim, me këtë material përfunduam edhe gazetën Dita, e si më tej ndalemi në gazetën Telegraf në këto momente me morinë e zhvillimit të pasqyruar në faqen e parë dhe do të jemi të fokusuar tek kryeartikulli, pra zhvillimi kryesor në numrin e kësaj të martës së pari edhe në këtë të përditshme ka të bëjë me ministren Ibrahimaj, Delina Ibrahimaj. Fokusohemi më konkretisht. Ministri Ibrahimaj jep me 1 euro 52.000 metër katror në Porto Romano, jashtë i vendimi është mbajtur sekret. Ndërkohë që shqiptarët përgatiteshin për vitin e ri 2026 me një vendim në datës 30 dhjetor të vitit 2025, ministri Delina Ibrahimaj i jep kompanisë Adriatic Bay Investment Group 52.010 metra katror tokë me qira 1 euro për të ndërtuar magazina. Pronën e dhënë me qira nga Ministria e Ekonomisë i përket pasurisë shtetërore në 1/10. Reparti ushtarak i vitit 2001 ish depo e minave në Durrës me vendodhje Porto Romano në përgjegjësi administrimit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe ngjitur me portin e ri. Shohim të zhvillime në pjesën e sipërme, në pjesën ballore të gazetës Telegraf. Kryeministri Rama vizitë në Emiratet e Bashkuara Arabe në javën e zhvillimit qëndrueshëm, diskutime mbi sfidat globale. Kreu i KQZ-s pra Ilirian Celibashi hap thestin për tender 480 milion lek, antarit të bandës të Akshit të proceduar nga SPAK. Diplomatja Gimnesho, Rama luan lojën e fundit politike duke shitur interesat kombëtare për Dorkinën si një presion ndaj SBA-ve për të shpëtuar veten. Disa qëndrime dhe fjala e kryeministrit Rama ditën e dieshme pranë inaugurimin e atij parkut eolik në Tropoj janë cilësuar pra edhe në këtë mënyrë. Vendimi legalizimi pronave, zbardhet lista e qytetarëve përfitues të vendimeve të legalizimit të banesave, dyqaneve, magazinave, lavazheve në Tiranë, të cilëve u janë miratuar legalizimi, por ende nuk e kanë tërhequr vendimin. Janë ndarja sipas njësive hartës kadastrale dhe dokumentet që duhen për të tërhequr vendimin e legalizimit pranë drejtorisë vendore Tiranë. Kemi disa zhvillime nga aktualiteti që pasqyrohen në një rubrikë të vetme. Teatri vazhdon, Akshi i jep 2.4 milion euro tender Zarit të Beqirit. Datat e provimeve të maturës dhe kompensimi për arsimin e fëmijëve nis nga marsi dhe skema e rilogaritjes të tatimit sociale. Big Brother Policia je kompania e denoncuar që do të marrë 140 milion dolarët e Smart City-t për mira kamera në Shqipëri. Ja rregullat e kolaudimit makinave për kontrollin teknik ka ndryshuar diçka siç e pam edhe në një tjetër të përditshme. Dritroa golli dhe historia e librit, zhurma e erërave të dikurshme. Kemi ndaluar një tjetër material. Elona Golli sjell kujtimet e Dritorojit, si lindi libri që u botua më 1964 me një kopertinë të Safo Markos dhe kritikat që u shtuan dhe filluan të bënin zhurmë pas pleniumit të 15 në 1965. Bashkë me librin e Dritorojit, u kritikuan edhe dramat e Naum Priftit, Buxhelit, Arapit dhe Katares. Si dërgojës, sekretari Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë, Foto Çami, ndihmësit e tij në lidhjen e shkrimtarëve në shtëpinë botuese në Infrashëri dhe në redaksitë e gazetave për të dënuar librin, debati i Agollit me Foto Çamin, i cili i cilësonte tregimet gabime ideologjike. Kjo ishte e dieshmja, thoshte Dritoroj, por fatkeqësisht sot ka shkrimtarë që e redaktojnë ditën e shkuar të tyre dhe bëjnë qesharak. Ja rrëfimi i plot. Zhvendosemi në një material speciale. Rushan Dosti, koloneli Vladimir Mema, që ka merituar gradën general. Naxhi Kasoruho ju tregoi Bashkim Finon, nxënësin tim të violinës. Mozaik të aktualitet, mjekësi, kolesteroli,
faktorët që duhet të dini për të shmangur rrezikun kura për kollën dhe sëmundjet e zemrës. Futboll flet shpëtim duro, rinis superiorja, do të ketë surpriza për disa skuadra. Trajneri Borrelit Samuel Nika jep pikat më të dobta në 17 javë. Opinionet e ditës për të përfunduar me Telegraf. Nga Peter Tasne mund lexoni Irani dhe rëndësia e protestave antiqeveritare. Nga Besfort Lamallari, ministri i drejtësisë. 1290 të dënuarit që përfitojnë amnistin penale. Pra le themi besoj një pjesë e mire tyre për të mos të ngjithë dhe lirimin nga burgu, të tjerë ulje dënimi. Këto ishin gjitha zhvillimet e gazetës Telegraf. Do të zhvendosemi me Panorama Sport në këto momente dhe me njëherë më pas me mediat online, duke parë zhvillimet më të fundit dhe me ato të vitit 1993. Por jemi me Panorama Sport në këto momente, do të shkojmë të marrim zhvillimet sportive kryesisht futbollistike. Myslovic garanton e shpëtojmë Tiranën. Lojtari slovak i bardhë bluve flet pas golit të parë në kupë ndaj Korçarëve. Federohet sulmuesi Nuhiu planifikon triadën me Xhixhën. Dorsakë Teuta bum në afrime, merr Dacin dhe 2 sulmues të tjerë. Kalojmë në këto momente tek ekipi i Partizanit. Isgandarli synon rekordin, dua kupën dhe të paktën 10 gola. Bëhet fjalë për bomberin apo sulmuesin e kuq, që nuk e humb shpresën për zonën e Final Four. 30 vjeçari dëshiron që të mos penalizohet nga dëmtimet. Kalojmë në këto momente tek Dinamo, tek ekipi i Dinamos, që po ashtu pra është një nga ekipet që pretendon titullin kampion dhe do të kemi mundësi që të zhvendosemi me do që pasqyrohet për skuadrën e Dinamos. Malish i humb sezonin, Teqja nuk i trembemi as kujt. Vllaznia, Gjini, golashnuesi i 11, sinjale që jepen edhe nga prapavia se përket edhe autorëve të golëve tek skuadra shkodrane. Egnatja, mbrojtja e Kreut nis nga Shkodra, tetova pa Aleksin. Elbasani, herojnë të ekipit Totoshi, Pret dhe Ibrahimi Vulos. Idrizi kërkon drejtor, flamurtari do një po nga Duka të Fikosmani në drejtim të Vlorës. Ora 14:30, Kupa e Shqipërisë sot shorti për fazën çerek finalja. Hyrje daljet, kategoria e parë, ndez Merkato një lëvizjet. Shuplak nga qeveria, Gjoza, VKM e re, goditje e rënd për peshngritjen. Do të shohim edhe zhvillimet në futbollin europian kryesisht. Itali, Juventusi me marsh titulli i bën presion Kreut. Juventusi dje ka mundur 5-0 Cremonese, natyrisht edhe Juventusi edhe për titullin kampion. Perez nuk falë, Real Madridit shkarkon trajnerin Xabi Alonso, vjen Alvaro Arbeloa si trajneri i ri. Angli, eliminimi nga FA Cup risjell Michael Carrick tek United, edhe së fundmi, Marsi vendimtar, Silvinho dhe Polonia nga debutimi tek bëhet fjalë për ndeshjet e play-offit ekipit kombëtar. Këto ishin gjitha zhvillimet edhe në Panorama Sport, rikthehet edhe kampionati, në fakt nesër dhe pas nesër janë në ndeshjet e kategorisë superiore dhe Merkato po ashtu. Nga Panorama Sport e vjojmë pasyrën e shtypit dhe me njerë do të zhvendosemi me media në online. Do të kemë mundësi që së parë të shohim për mëngjesin e sotëm kohën ditore për gjetur për të marrë disa zhvillime nga rajoni, nga Kosova, kryesisht. Syl Ukshini është në foton kryesore, diplomat njohës i marrëdhënieve me jashtë, i cili ka deklaruar LDK-ja i ka dal hakut Vjosa Osmanit, presidentes në detyre, cila kërkon një tjetër mandat. Abdi Xhiku kërkon marrëveshje për president jo politik. Lumir Abdi Xhiku është ende kryetari i LDK-s. Drejtorit komunale pa drejtor, zhvendosemi tek ekonomi, më 2025-ën çmimet u rritën për 3.9%. Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, takim me komandantin e NATO-s, siguria e Kosovës nis nga kufijt dhe Rama emëron drejtor të rinj pa prezantimin e kabinetit të ri. Ndoshta mund të jetë pra për parim Ramën, kryetarin e komunës të Prishtinës, atje le themi termi është komunë dhe jo bashki. Mirë, këto ishin disa nga zhvillimet në kohën ditore. Zhvendosemi me njerë me mediat në arenën ndërkombëtare, me Corriere della Sera. Së pari më pas do të jemi edhe në La Repubblica. Le themi ato frontet që momentelisht janë të hapura dhe ka zhvillime kryesore, kanë të bëjnë edhe me situatën në Iran, edhe me
luftën Rusi-Ukrainë që patjetër pra mbetet ende, apo edhe fronti i Venezuelës me disa zhvillime. Jemi me Corriere della Sera, është një italian në fakt Trentini që është liruar si një lloj burgosuri politik nga Venezuela dhe pasqyrohet në Corriere della Sera orët e para të tij pra jashtë burgut, dhe ka deklaruar që kisha në një bibël në gjuhën spanjolle dhe isha me humor të mirë. Pra ata të burgosur kanë filluar të lirohen disa të burgosur të cilësuar të burgosur politik nga Venezuela, edhe pasi shëbat pra arrestuan presidenti Nicolas Maduro. Zhvendosemi në Iran, shohim edhe këtë foton kryesore, protestat vijojnë dhe sërish derdhje gjaku në Iran. Teherani, pra Irani, ka thirrur në një mbledhje ambasadorët. Shtëpia e Bardhë, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bërë me dije se Donald Trump nuk ka frikë që në Iran të përdor edhe ushtrinë apo të përdor ushtarët. Shohim kjo është situata, sërish pra le të themi derdhje gjak në Iran, edhe një situatë shumë e vështirë po ashtu. Një tjetër material ka të bëjë me ofertën e Danimarkës për Shtetet Bashkuara të Amerikës, sa i takon Groenlandës, dhe oferta e Danimarkës, me dhe që pasqyrohet në Corriere della Sera, është kjo: në Groenland të ketë deri në 10 baza ushtarake dhe po ashtu le të hapur edhe mundësinë për shfrytëzimin, pse jo dhe nga amerikanët, të naftës apo dhe të mineraleve të ralla që ndodhen në Groenland. Edhe një tjetër zhvillim do të marrë në fakt, besoj, në lidhje me luftën në Ukrainë, mirë po shkojmë shumë poshtë në La Repubblica, kishte zhvillim se edhe kone luftës në Ukrainë. Kështu që shohim atje. E lëm pas Corriere della Sera, zhvendosemi në La Repubblica, në median tjetër prestigjioze italiane që pasqyron zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Do të shohim të tjera zhvillime dhe materiale. Në Iran, në fakt në Iran, megjithëse pak a shumë zhvillimi është i njëjtë, që Irani, ose Teherani zyrtar, hap një kanal komunikimi me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, Irani ka deklaruar që ne jemi gati për luftë, por edhe mund të negociojmë. Dhe të arrestuarit, armiqt e Zotit, duhet që të varen në këtë mënyrë. Erfan, personi që shohim në foto, rrezikon dënimin me vdekje. Pra ky është edhe regjimi që themi ndodhet, i ajatollave që ndodhet momentalisht në Iran. Një intervistë me Petraeus, i cili ka theksuar në lidhje me situatën në Iran që regjimi atij, le të themi, është i shëndosh, nuk është se po i tunden bazat kryesore, dhe mund t'i mbijetojë regjimi i ajatollave në Iran edhe një sulmi të Donald Trump. Kjo gjithmonë sipas Petraeus, në intervistën, kush ka dëshirë në fakt mund të lexojë edhe në brendësi. Zhvendosemi në këto momente edhe në një tjetër zhvillim, edhe tek futbolli. Në fakt, Luna Park Juventus ka fituar ndaj Cremonezës me rezultatin 5-0 dhe futet në garë për titullin kampion. Dhe tek Reali Madridit, Xabi Alonso nuk është më trajneri i skuadrës së Realit Madridit. Këto ishin zhvillimet, duke fokusuar edhe pak tek futbolli në fakt në La Repubblica, dhe kjo ishte gjithë pasqyrë e shtypit për ditën e sotme. Në këto moment do të shohim pak shkurtimisht, por me interes, rikthejmë pak edhe në memorie se çfarë shkruajnë në shtypin e ditës si sot 33 vite më parë, pra në 13 janarin e vitit 1993, për të kuptuar edhe zhvillimet e asaj periudhe. E me këto momente, me shtypin e shkruar më 13 janar të vitit 1993, ka rastisur ditë e mërkurë, edhe kemi së pari gazetën Koha Jon, gazetë e pavarur, siç do të kemi mundësi që ta shohim edhe në ekran. Një nga zhvillimet kryesore, se duket sikur janë 3 njëkohësisht, ka të bëjë me Nexhmia Hoxha ka një pyetje për presidentin. President në janar të 93-shit ka qenë Sali Berisha. Dhe kjo ka qenë periudha pak a shumë kur
e veja diktatorit Nexhmije Hoxha pra është paraqitur në gjyq. Nexhmije Hoxha ka një pyetje për presidentin. Zëvendës drejtori i televizionit zoti Leka Bungo jep dorëheqjen. Skënder Buçpapa nuk zbaton vendimin e gjykatës, një tjetër zhvillim. Gazetarit Melaim Zeka i arrestohet kaseta e filmimit, pra i merret i sekuestrohet se nuk mund të arrestohet një send, kaseta e filmimit është një send dhe Shqipëria pranon lëndë toksike. Kjo është e faqe e parë e gazetës Koha Jon si sot 33 vitën parë. Kalojmë në këto momente në botimet politike, me njerë për të parë në fakt që çfarë pasqyroheshi në rilindjen demokratike, botimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe më pas në Zërin e Popullit. Jemi me 13 janarin edhe në RD të vitit 1993. Orgji, korrupsion, komedi dhe tragjedi në skenën e ish-bllokut. Ky është një material kryesor, pra edhe njerë, orgji, korrupsion, komedi dhe tragjedi së bashku në skenën e ish-bllokut. Nga Kuvendi Popullor, ligji parë i vitit 93 në ndim të reformës, miratohet projekt ligji për kontratën kolektive të punës. Qian Qini e Enver Hoxhës në procesin e Tiranës, disa pyetje që duan përgjigje nga zonja Nexhmije Hoxha. Sa janë të shumta në fakt, po lexoj këto pyetje i ka shkruar Çobo Skënderi ose e ka drejtuar zonjës Nexhmije Hoxha që e theksova. Në atë periudhë kanë qenë në gjyqje veja diktatorit. Sa prindër pa fëmijë ke lënti, sa fëmijë jetim dhe pa çati, sa burra pa motra dhe pa gra, sa djemë vajza vure në litar, sa shok të njohur në helli poqe, sa punëtor dhe sa fshatar, sa artist dhe sa shkrimtar. Janë shumë në fakt, por paka shumë në këtë linjë, siç lexova disa prej tyre. Mbriti në vendin tonë ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit. Këto ishin zhvillimet kryesore edhe në rilindjen demokratike. Interesante në fakt le materialet në gjitha të përditshmet e ditës së sotme, dhe kur them të ditës së sotme të 13 janarit të vitit 1993. Dhe me Zërin e Popullit në këto momente dhe së fundmi, organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë, pra Zëri i Popullit, e mërkur 13 janar 1993, mira punëtor të tjerë në asistencë, shqetësim njerëzor, ku ndodhet burim, përse Mirdita hesht, kronik nga salla e gjyqit, vazhdon hetimi gjyqësor me të pandeurit Nexhmije Hoxha dhe Kino Buxheli, dridhe Blerim Çela, dridhe një tjetër material. Aktiv kombëtar i veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare, është vendosur me pjesën fundore përse nuk hesht RD-ja, në përgjigje të artikullit me titull pse hesht ZP-ja për gjyqin e Nexhmije Hoxhës, dhe a do të kremtohet 525 vjetori vdekjes së Skënderbeut dhe së fundmi pamflet rreth romantizmit dhe realizmit në çështjen kombëtare shqiptare nga profesor Bedri Dedja, akademik. Këto ishin zhvillimet edhe në Zërin e Popullit gjatë këtyre ditëve, sepse kemi parë në fakt pasqyrën e shtypit të 33 viteve më parë fokusin në të përditshmet edhe botime politike dhe në gazetën e pavarur Kohë, nga qenë edhe tek gjyqi i Nexhmije Hoxhës. Mirë, përfunduam edhe me rubrikën e ishte njerë, në pak reklamë disa këshillë biznesi me shumë interes dhe rikthehemi për të vjedhur me shtypin ditës dhe ju dhe mbi gjitha për të nisur komunikimin së bashku. Rikthehemi në studio, por me njerë do të vjen programin shtypin ditës dhe me njerë do të zhvendosemi pak në rrugët e kryeqytetit me pamje drejt për drejta me shumë interes për të parë lëvizjen, qarkullimin e automirë. Dhe gjithmonë e themi edhe dje bëra me ditë diçka tillë ekstremet e motit, fillimi i javës që dihem faktikisht e dita e hënë, bëjnë që të ketë shumë lëvizje. Çfarë situata ka konkretisht sot? Kemi komunikim me Eldin nga Taxi Lux Albania. Eldi, mirëmëngjes, përshëndes. Sërish le të themi një mëngjes i ftohtë, temperaturat ishin le të themi pak më të larta se mëngjesit djeshëm, por besoj mund të konsiderohet një mëngjes i ftohtë, që do të thotë qytetarët janë të prirur të lëvizin, të nxjerrin nga banesa mjetin e tyre. Çfarë situata kemi konkretisht, lutem? Po Andi, mirëmëngjes, të përshëndes, të uroj ditë të mbarë. Unë aktualisht kam përshkruar gjithë bulevardin Barancuri, kam lëvizur brenda unazës vogël. Për momentin kemi lëvizje me trafik, përveç faktit që sot duket si moti pa qëndrueshëm, besoj ka krijuar dhe ai problematike përveç faktit që është edhe ftohtë. Pra janë dy opsione që nuk e favorizojnë shumë situatën e qetë. Pra kemi ngarkesë të aksit kryesore kanë lëvizshmëri me trafik. Do ta rendis nga aksi kryesor që ka më me pak trafik, është rruga Elbasanit, dalja Vileve Gjermane me pak trafik deri te fakulteti ekonomik, dhe sa po kalon shkollën
Kosova deri në rrugën George Bush ka ngarkesë. Ndërkohë që rruga e Kavajës, kombinat Pallat Meshigjeta me ngarkesë, unaza e madhe lidhja midis Astirit dhe daljes në Tiranë ka krijuar situatë trafiku, po ashtu dhe kthesa Kamzës me ngarkesë duke ardhur gjithmonë për t'u bashkuar aksit kryesor bashkë me lëvizjen Durrës-Tiranë, kanë krijuar një ngërç trafiku midis ish Çiponjës ose ish Doganës dhe përcjell trafik edhe në semaforin Lapragës, ndërkohë që për në qendër pastaj vazhdon situata qetë. Po dhe aty duket që ka tendencë që t'i afrohet me trafik edhe pjesës tjetër, pra duke afruar afër rrethit Zoguzi me pak trafik për të lëvizshëm. Ndërkohë që edhe Unaza ka ndikuar pak, farmacia 10 kryqëzimi Dombozët kemi 2 kryqëzime me probleme, ish restorant Durrësi dhe dispanseria, dhe nga kryqëzimi Jordan Misës deri tek rrethi Zoguzi me ngarkesë pra dhe rruga Sim Vokshi. Krau tjetër i Lanës, përveç bulevardi Paramcurit që ishte pa probleme gjithë segmenti deri tek zona e Bryllit, bulevardi Jean d'Arc vjen me pak trafik nga Gjykatapeli deri tek kryqëzimi rrugës Elbasanit, por aty ka tendencë rritje të numrit mjeteve që duke krijuar në vazhdimsi trafik. Bulevardi Gjeshtëfishta i kalueshëm dhe pjesa Unazës vogël ka ndikim midis rrugës Hoxha Tasim dhe rrugës Dibrës, dhe patjetër zona e nëntkaqeve shumë e rëndësishme Suleman Pasha, për ta evituar për shembull mund të përdorim rrugën Fortuzi mbi Nepezën, për ta nashkaluar pjesën e Unazës midis nëntkaqeve dhe Uranit Pana. Janë qarkullim mbi 20 mjete, pra një shifër që tregon situatë trafiku në Tiranë, dhe besoj në vazhdimsi pritet që të ketë më shumë lëvizje, por kjo mbetet gjithmonë për ta parë dhe për ta monitoruar njëkohësisht për gati 1 orë për të parë lëvizjet dhe oraret që mund të kenë më shumë problematika. Por deri në momente ka 60-70% Tiranës po lëvizin me trafik gjithë zonat. E qartë. Mirë, Eldin, faleminderit. Të përshëndes, të uroj dhe ditë e punë të mbarë. Mirë, me njerë në këto vendin nisim komunikimin së bashkë, do të shërëm edhe temën e ditës. Edhe dje folëm pak, u fokusuam, do të bëjmë një gjë edhe sot, sepse drejtësia le të themi është shumë e rëndësishme për gjithë edhe është ajo që sjell shumë reagime. Interesant fakt, të paktën ai është qëndrimi i kryeministrit të vendit, edhe në pas i cili ka qëndrimin e tij. Kryeministri për drejtësinë thotë që është e pavarur, por ende jo e paanshme dhe cilësore. Ju si e vlerësoni drejtësinë, jo më së shumti siç e cilëson kryeministri, po ju si e vlerësoni apo edhe e cilësoni. Dhe diskutojmë edhe për çështjet tjera të përditshme të aktualitetit patjetër. Numrat e telefonit në ekran edhe më së shumti bëni pjesë me aplikacionin WhatsApp. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Presim telefonatën e parë për mëngjesin e kësaj të marrë për datën 13 janar që jemi ditën e sotme. Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes, përshëndetje ëndë. Po, përshëndetje, ju dëgjoj mjaft mirë, mendimi juaj. Mendimin për shajta kontenës. Po. Ra më thonë se drejtësia është e pavarur, por e njanshme. Po, paka shumë ashtu e cilëson kryeministri. Edhe jo cilësore. Po. Po, jam dakord me fjalën e kryeministrit, është e pavarur. Po. As shpyt për kryeministrin, as shpyt për njerëzit fare, ai bën qasiteket e ka thënë biznes privat. Gjykatën e drejtësinë, domethënë ky sistem. Po. Dhe bën që ti do tek e qefi. E ka si punë e biznesit, ndash e merr, ndash sa merr. Pra, kjo drejtësia në Shqipëri e Ramës e Sali Berisha, këta janë të gjithë janë, gjithë gjykatat e prokurorit janë të vendosur në kohën e Sali Berisha, i ka vendosur Sali Berisha me kur shpjepash, me 3 muaj kur shpjepash, i ka vendosur prokurorit gjyqtarë në i këtej. Bon vitingun, duhet në shmënjë është i dikun pasuri, u shkarkun nga gjykata, shkuën e u thara më shkoni tashi edhe kaloni avuketër, shkuën atje në venin, ma të keqe mënës atje avuketër. Ka edhe nga ta, e kuptoj. Po, e që gjithë i venin. Tashi kam edhe një sekundë të diskutoj diçka për të gazeta tema. Po. Të krye artikulli gazeta tema. Më thuaj. Brahima i tha, dha, me 1.000 euro, 52.000 metrë katërore të tokën për të romane. Jo me 1.000 euro, me 1 euro. Është në gazetën Telegraf, regjia në ndihmon ndoshta për ta
ripasur edhe njërë në ekran. Ministra Ibrahima jep me €1 52.000 m2 në Porto Romano. Po, me 1.000 metrë, unë thash me 1.000 euro, nuk thash me 1.000. E me €1. Po, ju dëgjoj. Po, me 1 euro, po. Më thuaj. Kjo është sistemi politik që ka në Shqipëri, që është 91 deri më sot. Falet Shqipëria i jepet kujt të kenë qef, kush e shqiptarëve u bën një varr 1.700.000 lekë për të ta. Kush ajo me 52.000 metrë katrorë tokë e për. Dakor, faleminderit. Të kuptova, të falenderoj, përshëndes për telefonatën, vjoj me njërë me një tjetër opinion, kemi bisedë me zëdhe me figurë, më zgaboj, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, Andi, përshëndetje. Jo përshëndes, ju gjoj me kënaqësi, uroj një ditë mbarë, më thuaj, mendimi juaj. Faleminderit dhe unë mirë po të gjoj. Faleminderit, po. Po ju flas nga Italia. Nga Italia, kënaqësi. Për momentin ndodhem në Itali. Shumë mirë, tek ta. Tani çështjet madhore si që janë këto drejtësisë edhe këto i di më mirë qeveria, i di kryeministri. Dhe ne duhet të respektojmë dhe mendimin e tij se ata i shikojnë edhe më nga afër. Ne kemi problemet tona. Më së shumti unë ju pyes, ju si e vlerësoni drejtësinë? A është e pavarur, a është e paanshme, është cilësore? Kryeministri për mendimin tim, edhe mendimin e tij. Edhe nuk duhet të jetë e pavarur drejtësia, sepse jo të gjithë kanë atë, si thoshim në atë koneve, atë ndërgjegjen që duhet të... Po edhe duhet këtë një institucion kontrollues që të shikoj se si veprojnë dhe ata dhe të mbajnë përgjegjësi dhe të diktojnë dhe ata për çështjen e punëve që bëjnë ose detyrave. Mirë, më thuaj për çfarë doni të flisni atëherë, se e kuptoj që merakun e keni diku tjetër. Edhe unë të kuptova, shumë mirë që më kuptove edhe. Tani, meraku është ashtu si gjithë pensionistët shqiptar. Edhe unë pensionist jam. E dija që këtu ishte. Po, më thuaj, edhe? Tani, kjo është thëmë reakilit për momenti për të kohën e këtëre ditë. Pa tjetër, më thuaj. Tani, u interesova pak edhe për çështjen e pensionit. Ndashtë për bashkëshorten time, po edhe për veten time. Unë kam punuar 48 vjetë dhe në një periudhë që gjatë kësaj periudhe, 48 vjeçare, unë kam punuar edhe kam dhënë edhe 2 kontribute. Edhe 2 kontribute. Dhe shikojmë aty që qeveria ka vënë një tavan. Po. 20.000 lekë të reja. 20.000 lekë të reja, po. Kam komunikuar edhe me zonjën Teuta, një nga ekspertet nga më të mirat që unë e respektoj për mendimin tim. Dhe më thotë që se bëj pyetjen, mirë, unë e fitoj këtë 18 tash në fakt drejtën për momentin. Po të lutem t'ju pyes unë dy gjëra shumë të vogla. E përfitoni sepse merrni më pak se 20.000 lekë? Sa merrni momentalisht? Se nuk është se... Me këtë unë arritë e 20-ja. Me këtë arritë e 20-ja. I bëra pyetje, a do indeksojmë mbi 20.000 lekë? Jo, do indeksosh mbi... Se jam 28 vjetë kontribute. Dhe në një periudhë relativisht shumë të gjatë që kanë dhënë edhe 2 kontribute. Indeksimi është mbi bazë. Të mos indeksojmë këtë... Nuk dua më të ngrihet për shembull të marr atë 36 që i bie vitin e tjetër si thotë kryeministri. Po. Dua të marr të paktën çdo vit unë të indeksojmë, sepse prandaj kam dhënë shumë kontribute. Gjysmë shekull javësisht. Jo, indeksimi do jetë, paktën për këtë vit do jetë dhe nuk do të jetë mbi atë 40.000 lekë që ndoshta shkon, por është mbi atë bazën kryesore sa ke pasur pensionin në dhjetor të 2025-s. Indeksimi ashtu do. Atëherë mua kjo po më duket e padrejtë. Kjo po më duket e padrejtë. Se kjo është kompensim, është mbi 400.000 lekë. Ma thuaj. Nuk flas për bonus, nuk e dua bonusin fare. Unë dua indeksimin për shembull si. Po do e kesh pra. Po, ma thuaj. Tani ana tjetër e medaljes, mirë, dakord e mbylla që të flasin edhe të tjerët. Po. Tani ana tjetër e medaljes është kjo. Bashkëshortja ime ka mbyllur 38 e 6 muaj dhe ka dalë në 2023 në pension. Po. Atëherë, me që ka patur një në kujdesari se ka vllain të semur paralizuar dhe me që ka qenë kujdesare e vllajt, na thanë di ato sigurimeve shoqërore që nuk e përfiton dhe nuk përfiton se ajo merr aktualisht mbi 250. Po. Për momentin. Pse do futet te 220-ja në një kohë që kjo ka dhënë dhe e ka mbyllur gjithë aktivitetin e punës ose gjithë kërkesat që ka pension të plot. Ka të plota. Këtë do të thosh, do të jetë me 38 vite 6 muaj do të jetë pensioni plot. Apo
Jo e plot, po nuk merë. As të ke 15 marri që të përfitojnë. Pse? Sepse 3 vjetë të fundit, 3 vjetë, që ka qenë kujdestare e të vllajt. E kuptoj. Dhe në një kohë edhe pse doli në pension, ka vazhduar përsëri me derdhin e kontributeve dhe më ose shërbimi që ka bërë vllajt. E kuptoj. Mirë. Do janë disa gjëra që mendimi ka disa kufizime dhe tavanet e tjerë. Të falenderoj shumë kënaqësi, do të kemë mundësi që të bisedojmë, të uroj edhe një të mbarë, shkundoj pak në këto momente për një këshillë shëndetësore me shumë interes, për gjitha që kanë probleme me prostatën, natyra terapis, sjell prostatol kompleks, është zgjidhja ideale, perfekte, ndiqeni, keni numër telefonit në ekran që me njerë, në fakt, mund ta bëni tuajnë dhe rikthehemi. Vjerë në shtypi ditës dhe ju, ndjekim pak këto momente me kuriozitet, me interes parashikimin e yjeve për horoskopin ditor për këtë të marrë dhe datën 13 janar dhe rikthehemi me njerë dhe për të vijuar me komunikimet me bisedat së bashku. Dashi, në marrëdhënie sot mund të ndjeni nevojë për më shumë hapësirë personale, por mos e lini partnerin të ndjetë i lënë pas dore. Një bisede hapur do të ndihmojë që të shmangni keq kuptimet. Në punë, do të keni mundësi të merrni një përgjegjësi të re, ndaj shfrytëzojeni për të treguar aftësitë tuaja. Demi, dita fillon me harmoni në jetën sentimentale dhe një surprizë e vogël nga partneri ju bën të ndiheni të vlerësuar. Në aspektin profesional, bashkëpunimi me kolegët do të sjellë rezultate të mira, ndaj mos hezitoni të ndani idetë tuaja. Binjakët, në dashuri tregoni të durueshëm me partnerin pasi mund të ketë tensione të vogla që zgjidhen lehtë me mirë kuptim. Në punë do të ndjeni dëshirën për të eksperimentuar me metoda të reja, çka mund t'ju sjellë vlerësime nga e prorët. Kujdesuni për shëndetin emocional, pasi stresi mund të ndikojë në energjinë tuaj. Gaforia, marrëdhëniet sentimentale janë të qeta sot dhe një bisede sinqert forcon lidhjen tuaj. Në ambientin e punës, një detyrë e re kërkon vëmendje dhe përkushtim, por mos u shqetësoni, sepse do t'ja dilni mban. Shëndeti është i mirë në përgjithësi, vetëm mos neglizhoni aktivitetin fizik. Luani, dashuria sot kërkon më shumë për kujdesja, ndaj befasojeni partnerin me një gest të vogël që do të ngrojë zemrën e tij. Në punë, mund të përballeni me një sfidë të papritur, por aftësitë tuaja do t'ju ndihmojnë të gjeni zgjidhjen e duhur. Shëndeti është i mirë, por mos harroni të merrni kohë për veten. Virgjëresha, një takim i papritur mund të sjellë emocion në jetën tuaj private, ndërsa çiftet do të ndihen më të afërt se kurrë. Në punë është dita ideale për të përfunduar detyrat e lëna pezull dhe për të kërkuar ndihmë nëse është e nevojshme. Kujdesuni për shëndetin tuaj, veçanërisht për sistemin tretës. Peshorja, sot marrëdhëniet tuaja ndihen më të qëndrueshme dhe mund të merrni një lajm të mirë nga partneri ose dikush i afërt. Në punë, vëmendja ndaj detajeve do t'ju ndihmojë të shmangni gabime të vogla që mund të kenë pasoja. Shëndeti është i mirë, por mos e lini pas dore aktivitetin fizik dhe ushqimin e shëndetshëm. Akrepi, në dashuri një bisede thellë me partnerin do të sjellë qartësi dhe afrim më të madhe mes jush. Në aspektin profesional, do të keni mundësinë të tregoni kreativitetin tuaj, ndaj mos u përmbani. Shëndeti kërkon pak më shumë pushim, ndaj kushtojini rëndësi orëve të gjumit. Shigjetari, në jetën sentimentale, sot ndjeni më të sigurt dhe kjo ju ndihmon të shprehni ndjenjat hapur. Puna do të jetë e ngarkuar, por bashkëpunimi me kolegët do t'ju bëjë më efikas. Kujdesuni për shëndetin, veçanërisht për lodhjen e syve dhe shpinës. Financat janë të qëndrueshme. Brisjapi, sot dashuria kërkon më shumë vëmendje, ndaj dedikoni kohë për të dëgjuar partnerin dhe për të ndarë ndjenjat tuaja. Në punë mund të lindë një mundësi e re që kërkon guxim për ta marrë, prandaj mos hezitoni të dilni nga zona e reatis. Shëndeti është i mirë, por një aktivitet sportiv do të përmirësonte edhe më shumë gjendjen tuaj fizike. Ujori, një surprizë e këndshme nga partneri ose një mik ju ngre humorin sot, duke forcuar lidhjet emocionale. Në aspektin profesional, është koha të ndërmerrni një hapa të vegjël, por të sigurt drejt një qëllimi më të madh. Shëndeti është i mirë, vetëm mos neglizhoni hidratimin. Peshqit, në dashuri mund të ndjeni pak të pavendosur, por një bisede sinqert do të ndihmojë të gjeni balancën. Në punë, përqendrohuni në detyrat kryesore dhe mos u shpërqendroni nga detajet e vogla. Shëndeti kërkon më shumë vëmendje. Vjojmë me njerë komunikimin së bashku për temën e ditës, e jo vetëm gjatë këtyre ditëve për i zvërtetës edhe për situatën që jemi, çështja ky kompensim
i pensioneve apo bonus që do shpërndahet çdo muaj merr dhe një vëmendje të madhe, kështu që ne do të kemi mundësi që ta diskutojmë kush ka dëshirë edhe në bisedat e sotme, por do ta trajtojmë edhe me ekspert. Në fakt për qenë më eksakt ditën e vim nesër ose pas nesër. Mirëmëngjes, përshëndetje, dhe ajo që pyesëm konkretisht ka të bëjë edhe me drejtësinë. Kryeministri i vendit, pra Edi Rama, dhe që si ka socialisti, majti, djetë e tjerë, por kryeministri i vendit e cilëson drejtësinë e sotme, të pavarur, por jo të paanshme dhe jo cilësore. Ju, si e cilësoni dhe si e vlerësoni sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Do shtë të pandikuar edhe nga ajo që mendon kryeministri. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Urdhëroni përshëndetje. Do një pjesë e programit edhe me komunikimin me zë dhe me figurë me video call në 069 613 629. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju përshëndes edhe ju dëgjoj me vëmendje dhe me kënaqësi. Më thuaj mendimi juaj. Po, për temën e ditës, drejtësia ka marrë jo mirë këtu në Shqipëri. Dhe jetë, kemi që bëjmë në me telefonatet, po. Jo, ne shprejmë mendimet tona. Jemi në demokraci, shprejmë mendimet, kemi mundësi të shprejmë edhe publikisht, e tjere tjere. Por ajo që unë ju pyes është kjo, shumë shkurtimisht tek drejtësia, sepse e kuptoj që keni një merak apo diçka tjetër. Çfarë duhet bëj drejtësia që ju personalisht të thoni po, tek drejtësia kam besim ose po, tani po e bëm punën e saj? Po ta nuk dim tje për arsye se edhe këto problemet që arriti qeveria me reformën e drejtësi, ka bërë ca rregullimet ndryshme. Edhe kështu që njerëzit kanë dosjet pa mbaruara në hetime. Më thuaj diçka tjetër që keni atëre, patjetër. Më thuaj. Po, për drejtësinë tash s'kem që do të thoshe për këtë problemin e këtyre pensioneve, jam një pensionist. Po, patjetër. Po. Edhe marr pension pleqërie, ushtarak. Po. Marr dhe suplementin. Kjo llogaritja që jepet tani me këtë pensionin e pleqërisë që kam mbi 38 vjet. Me vitet e plota të punës, pension urban besoj po e po, se këto suplemente diku dhe nuk përfshihen. Po sa merrni pagesë mujore? Sepse e dini që tavani është tek 40.000 lekët, tavani. Mbi 40.000 lekë nuk përfitoni. 40.000 lekë me gjithë suplementin apo pa suplementin? Me ato që unë di nga bisedat që kemi bërë dhe me ekspert, suplementet nuk quhen, është ajo baza kryesore në mos gaboj. Suplementi nuk futet në llogari për të... Besoj po, kështu në mos gaboj është, por eksaktësisht nesër ose pas nesër me ekspert do të trajtojmë këtë çështje, po suplementet diku nuk futen. Më shumë pension bazë është ai që merret nga indeksimi dhe si është rritur në vite, më shumti nga indeksimi. Këto suplementet, këto pagesat energjia po etj, pak a shumë në tilla për llogaritje sikur nuk përfshihen. Por mos ma merr le të themi 100%. Po, mund të pyet nesër. Po. A është kujtimi, a vjen kujtimi? Kujtimi vjen. Besoj po me zotin kujtim ndoshta do të jemi nesër ose pas nesër kur edhe ai e ka. Kur edhe ai e ka të lirë edhe mundsinë. Na ndihmon shumë. Po pra. Mirë. Unë marr 462 me gjithë suplementin. Sa e ke suplementin që ta bëjmë mirë një llogari kështu, para prake, po e themi. Po pra, e ta them. 111 kam suplemente dhe 352. E kuptoj. Atëherë, nëse suplementi nuk quhet, nuk cilësohet, ju besoj e përfitoni atë 18.000 lekë të vjetër çdo muaj. Nëse përfshihet dhe suplementi nuk e përfitoni, por do ta diskutojmë edhe nesër ose pas nesër. Faleminderit, të përshëndes. Po u dëgjoj me atë. Të përshëndes për telefonatën, marrim një tjetër mendim. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Andi. Përshëndetje dhe ditë mbar. Më thuaj. Për drejtësinë është fjala. Fjala e parë po, për drejtësinë është, pra tema e ditës. Më pas, ç'të dëshirosh mund të më thuash. Në 21 janar mbushen 15 vjet nga Hiroshima e janarit dhe e Gërdesit, 17 vjet. Më kriminale se po vepron Spaku dhe gjykata speciale në këtë shekull nuk ka.
ajo është kthyer në një celul të Sali Berishës që nga 1992. Turp të vi dhe haram ta kenë djersën e popullit që po I paguan shumë shtrejt. Po, pa tjetër kanë pagat mira. Zotje tem, mirë kur e drejton të lutem. Më dëgjoj më Andi, më dëgjoj tani. Të dëgjoj, pra të dëgjoj, po më dëgjoni dhe ju mua pak, se e kemi kohën dhe pak më me... Po të kemi dëgjuar ty tërë ditën, të kemi dëgjuar, prandaj nuk ke drejti të ndërhysh tani kur bisedoj unë. Jo, kam unë të drejtë të ndërhy, sepse këto moderat... Po nuk ke kur të marrë unë, atëherë ndërhy. Kam të drejtë, këto programe moderoj unë, jo se topi është imi të dëgjojnë penaltin, por për t'ju thënë, pa etiketime, pa ndonjë kështu mlef të tepruar dhe pa ofendime dhe pa mallkime. Unë këtë ju a them. Pastaj mendimi është I gjithë juaj. Unë nuk ndikoj në mendim. Mendimi shpreh e vetë. Por pak më qetë edhe... Mallkimi më I madh që I bëjnë ata popullit, 90% të popullit të majt, duke mos gjykuar 20 janarit dhe Gërdesin, ka me... Po se kur t'ishte vllai tënd dhe vllai im ai, sa do thoshe ti? Ja, të lutem, nuk është kështu. Ai vrari para zyrës kryeministit. Nuk krahasohet kështu situata. Dhe tjetër, unë ju ndërhy. Me urdhën e kryeministit u vran ata Morandi. Unë ju ndërhy, të lutem, dhe për t'ju thënë që edhe Gërdeci është në hetim, ish ministri me diu etj etj, por për 20 janarin po lëviz, besoj e dini që edhe Berisha shkoi u pyet, edhe Basha, edhe Bamir Topi. Gërdeci më tallet Fatmir me diu, me 17 vjet tallet drejtësia me 28 të vrarë. Unë kam për detyrë të them si gazetar ato që po ndodhin. Mendimi, irritimi është I gjithë juaj. Unë thjesht po të them që këto janë fakte. Unë nuk po them as mirë as keq asgjë, nuk e marr përsipër atë. Por po të them që pasi gjykata e Strasburgut, gjykata ndërkombëtare e drejtave njerëzit, detyroi gjykatën lartë etj etj që mori Spaku, është thirrur gjatë 2 muajve të fundit, po e themi, edhe ish kryeministri për të pyetur për 20 janarin, edhe ish ministri brendshëm, edhe ish presidenti etj etj. Tani të shohim çdo dalje. Po nuk I di këto unë që mi përsëritja. Po tani ku dëgjon, ndoshta ai ke harruar, s'e di. Po si kam harruar mo Andi? Po unë Andi, më vjen shumë keq. Je gazetari mirë edhe na I krahin shumë e mirë dhe mos ndërhyj te telefonuesit, e shkoa jon kjo për të folur. Ma thuaj për ta mbyllur atë. Për ta mbyllur, drejtësia ka marrë fund, ata nuk komandojnë me shqip, ata flasën me gjuhë të huaja dhe I komandon Saliam Berisha kriminali. Mirë, faleminderit. Ja pra unë këto duhet të ruaj që secili ka mendimin e tij, ka dhe të gjithë irritimin e tij, por etikën në program jo me mallkime dhe jo me gjëra të tjera. Secili mund të mendojë, mund të shkryj kap edhe çështje personale të tjera, jo thjesht me zonin Berisha, me të tjerë zyrtarë dhe të gjitha, por ju lutem, mos bëjmë thirrje lufte që në mëngjes program. Timi pozitiv, unë këtë kam kërkuar. Secili ka mendimin e tij. Unë këtë nuk e diskutoj dhe nuk e ndikoj, absolutisht jo. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Mund të flisni sepse jeni në komunikim dhe ju dëgjoj. Ralinja do të thotë që të marrim telefonatën e radhës. Për drejtësinë, flasim është një nga aspektet më të rëndësishme në fakt nga shtuat themelore të çdo vendi edhe të Shqipërisë, kështu që mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Të përshëndes, mirë se vjen në program. Një sqarim, zoti gazetar, për atë që I bere ati ushtarakut që të mori. Suplimenti quhet, pra llogaritet dhe nuk e fiton. Po. Nuk është baza e pensionit, pra. Besoj jemi dakord. Jo, po e kalove edhe 300, të keshe suplimenti 110 nuk e fiton. Nuk e fiton sepse merren të dyja bashk, I bashkangjitë të thua. Të dyja bashkë merren, të dyja bashkë. Merren të dyja bashkë si pagesë kryesore. Të dyja quhen, përderisa tha shtohet e suplimenti. Po, me atë nuk e përfiton dhe po. Të kuptoj shumë qartë, po jo se kjo është e saktë dhe e pravuar. Nuk e vën diskutim, po gjatë ditëve që kemi pasur zotin Kujtim Moxha, ai këto suplemente ndoshta për ish ushtarakët mund të jetë tjetër gjë. Po këto suplementet kompensime apo suplemente për drita e disa gjëra tjera, zoti Hoxha nuk I ka cilësuar. Por eksperti e di shumë më mirë.
Eksakt, dakor, suplementi quhet. Do ta pyesim edhe eksaktësisht, po. Është saktë se e provuam, prandaj s'ka nevojë. Dakor, mirë bësh në sqarove, më thuaj. Këtu jemi për ndihmuar edhe njëri tjetrin, nëse eksperti pensioneve nuk janë. Po. Atëherë është për këtë drejtësinë. Drejtësinë, pensionet, për çfarë të duash më? A e ke marrë pensionin e janarit? Mera po jo në shtesë, na e thuaj. E morëm. Pra nuk viret kompensimi fare, po e kaloj edhe suplementi. Të lutem më thuaj për, jo, pensionin tuaj, e morët të janarit? Po. A përfituat gjë? Jo. Po pse më thuaj pak situatën? Çfarë pensioni ke dhe sa e merr momentalisht? Pension ushtaraku. Po? Mbi 40.000 lekë. E kalon. Pensioni si ushtarak nuk e kalon 400-ën, por me suplimentin kalon. Dhe atëherë gësherë 0 shpërblim. Dhe vajte atje dhe more 0 shtesa. More pensionin e dhjetorit. Si që kishit në dhjetor. 0. Po si të duket kjo atëre që e kanë vendosur këtë tavanin 20.000 lekë? 400.000 lekë vjetra. Absolutisht jo e drejtë. Ka atëre gjerdi e mirë, se qushe bonus. Tashim me këtë, por është një manovër shumë, si thanë, darda e këtë bistin braba me të shumë fitojnë. Kjo që një lojë, një diçka e zhurmushme, se gjoja po pesohet në 12 muaj, dhe faktikisht shkurtoj shumë, disa që mirë 150.000, tash i marrin 72.000, në 6.000, e shumë të tjera, pra që është një loje e ndyrë e lojtur. Po, diçka për drejtësin, ma thoni se e kishë diçka? Atëherë është për këtë drejtësin. Drejtësia këtu ka drejtë shumë kryeministri, nuk ka drejtësi kjo, faktikisht. Jemi bërë republikë, republikë prokurorës dhe gjyqtarës, ku këta mund të bëjnë qartë të duan, dhe si apin llogarinë në asë një vend. Si që është kjo lloj drejtësie këtilë, ku në drejtësi dihet kush kanë milituar, kush kanë hyrë. Pra, nuk është drejtësi kjo. Të kuptova. Kjo drejtësi është e janshme, pikë. Edhe mirë sa njeri është celulë e komanduar për destabilizuar, për shkatëruar, për petruar. Faleminderit, të përshëndes për telefonatën. Kemi dhe një bisedë, besoj mundit e fundit për sot me zë dhe me figurë mirëmëngjes si urdhëronim, sepse kemi edhe hapësirë dhe rubrikat e tjera. Përshëndetje zotri, ju dëgjojmë me vëmendje, ju uroj një ditë mbar. Më thuaj. Gjithashtu ju përshëndes edhe ju si televizion edhe si emision. Faleminderit, ju dëgjoj. Tani unë jam Vllazbesi, du t'ju pyes. Mor partnerin këta që janë edhe kanë del nga spaku, a janë hajduta as janë? A kanë vjedh as kanë vjedh? A janë marrë me bisliqe as janë marrë? A kanë bo këto gjona, apo janë ty talë prokuroria e gjykatat me të? Nga zonja Balluku, e tjertë, një mu, si më ka met një muj pa pagu dritët elektrike, se s'ka më rrugën hala. Ta du di unë për juq. Edhe pju saj, ata që dur me shaj, sa di unë të shajnë, ore. Ata që dur me shaj, ramën të shajnë. Ata që dur me shaj, kry parlamentarin të shajnë. Po që kanë mërë me këtë popull të varfën, që i ka avatë ujti, jënë më e kokës. Po, del hyke banjo në del Sadiu, hynë që neft në del Rama. Se që i ka gjithë ta nuk e kuptoj. Tani ta di mirë për jush. A kanë vjedh Veliej, me lejo të ta them. A ka vjedh Rama, me lejo të ta them. Me lejo të ta them. Shiko, ata që hyjnë dhe dalin në SPAK, që ju shikoni, pyetin për çështje që mund të jenë në hetim. Dhe edhe SPAK-u në fund të njoftimeve që jep për shtypet e tjerë, thot prezumimi i pafajësisë, dhe ky është një postulat kryesor në drejtësi. Do të thotë që shkon hyn e del në SPAK, apo edhe të merret pa ndehur SPAK-u, se SPAK-u është organi akuzës, prokuroria, nuk do të thotë që je i fajshëm. Derisa të jepet një vendim i gjykatës së formës së prerë, atëherë nëse dënohesh, po, atje po, tek gjykata forma e prerë etj. E madje edhe këto gjykatave mund të çojnë deri në Strasburg edhe të gjitha. Kështu që unë po ta them si funksionon. Urdhë? Unë e ti pësimit fajshëm, a i ke pagu drejtë elektrike? Edhe ne, jo të lutem, edhe ne.
Edhe qytetari thjesht, deri në një vendim të formës së prerë... Qytet kanë marru, o zoti, qytet kanë marru dritat, të kanë marru ajrin, kanë marru tokën, kanë marru gjithka, e nuk e kuptojnë. Jo, dakord, kjo është tjetër gjë. Jo, jo Rama, jo Rama, jo, Patosnano. Deri në vendim të formës prerë, kështu është. Nuk e ka kush bërë. Panaj popull, o hap një syt, o plashin syt. O shqip një gratë, e shqip një kryetarit e bashkive, Shënge i rrituar. O vras qip vetën, sigur kimi vrata 35 vjetë. Faleminderit. E gëzuar e për shumë vjetë. Faleminderit, gëzuar për shumë vjetë të përshëndes. Me njërë në shqiptare.com në këto moment shumë shkurtimisht zhvillimet në Korales, do shkutemi për pak reklama, në Fier, çarja e gjinaturës së Semanit ka përmbyllur 20 banesa në fshatin Has Turkas në zonën e Libofshës, shoqërohet edhe me një foto shtëpi të përmbytura. Ndërtimi i mbikalimit të rinë qaf Kashar sot dhe nesër do të bllokohet dalja Tiranë-Rina, sa RSH bën me dije qarkullimi për në aeroport do të bëhet në këto 3 akse, mund të lexoni në brendësi. Ekonomi, Begaj dekreton 7 ligjet e paketës fiskale, vullosi dhe fshirin e 2 miliardë eurove borxhe dhe paqen me biznesin dhe kuvendi i rithemelimit në SPAK edhe kallëzimin ndaj Kolliçit për falsifikim vule rrezikon deri në 10 vite burgim. Këto janë disa nga zhvillimet kryesore në shqiptare.com, që është faqen zyrtare në internet dhe mund të vizitoni në çdo moment, gjeni dhe lajmet dhe zhvillimet e minutave të fundit. Mirë, rikthehemi edhe njërë në rrugët e kryeqytetit, një komunikim të shkurtër në fakt dhe prefektkoj, me Eldin nga Taksi Lux Albania për të parë dhe njërë situatën me lëvizjen e mjeteve. Eldi, jemi sërish në komunikim, vetëm pak shkurt të lutem çfarë ndryshimi ka dhe çfarë situate kemi së pari. Po Andi, përshëndetje sërish, ndodhem në rrugën Sami Frashëri, segmenti që fillon nga Shishi Vilca mbaron tek degëzimi midis rrugës Muslimshyri. Për momentin ndryshimi vetëm vjen nga zona e farmacisë 10 deri tek Zoguzi. Të gjitha parametrat e tjera janë si lidhja parë, rruga Elbasani me të trafikun, dalja Vilave Gjermane, Fakulteti Ekonomik, Ambasada Amerikane deri rrugën Gjosh Bush, kombinat Pallat Meshie dhe afër qendrës rruga Kavajës me pak trafik, rruga Durrësit vetëm i qesh Shqiponjës dhe është përmirësuar lëvizja që pasohet nga semafori Laprakës dhe rrethit Zoguzi. Ndryshimi i bulevardit Jeanne d'Arc nuk ka ndryshuar, vazhdon prapë gjykata apeli deri te kryqëzimi rrugës Elbasanit, ndërkohë ai ndryshimi është midis farmacisë 10 dhe kryqëzimit Dombosës që janë gati 4 kryqëzime me trafik të rënduar. Pra, ish restorant Durrësi, duke filluar që nga 5 maj, ish restorant Durrësi, stacioni vjetër i trenit, Jordan Nisja dhe rruga Sim Vokshi. Janë qarkullimi jo më shumë se 25 mjete, pra 20 lidhja parë, 25 mjete edhe 5 mjete plus lidhja dytë, nuk ka një ndryshim, 60% e Tiranës vazhdon të mbajë trend trafiku në kryeqytet. Raporti është deri rreth orës 10, mbas orës 10, 12, 16:30 pritet që të ketë më shumë lëvizje. Eldi, faleminderit, ditë mbar. Ishim Eldin nga Taksi Lux Albania, shkutemi këto momente në pak reklama, falenderoj edhe njërë dhe rikthehemi për të biseduar në fakt edhe për rivlerësimin e pasurive të palojshme me shumë interes. Rikthehemi në studio dhe me programin e mëngjesit Shtypi ditës dhe në këto momente do të ndalemi me detaje për rivlerësimin e pasurive të palojshme, çfarë ndryshon për qytetarët dhe bizneset. I them mirëmëngjes, përshëndetem, sepse më është bashkuar në studio zoti Ervin Demirgjiu, ekspert i pasurive të palojshme. Ervin, mirëmëngjes, faleminderit, kënaqësi që janë Report Televizion dhe në Shtypi ditës dhe. Një çështje me shumë interes, në fakt, është kjo rivlerësimi të pasurive të palojshme në masën 5% është përcaktuar, që tashmë ka marrë edhe dekretim nga presidenti i Republikës, për parë do të njëjtë edhe vjetërsia e banesës apo e godinës, po dhe këto do të diskutojmë. Çfarë do të dinë qytetarët konkretisht? Ne marrim nisim me një shembull. Unë kam një pronë, po e themi kush është më thjeshta për ta marrë si shembull një apartament në një pallat. Tani, çfarë duhet të bëj unë si qytetar në këtë rast edhe për biznesin? Si qytetar, për të përfituar nga kjo pronë që keni, është mirë të bëhet procesi i rivlerësimit. Dhe procesi i rivlerësimit të pronës do të thotë
kthimin e pronës tënde, vlerës pronës tënde në vlerën reale të tregut. Mund të jetë një pronë e blerë para 10 vjetësh, 5 vjetësh, 15, 20, apo edhe më shumë, një kohë më e hershme akoma, dhe kjo pronë vlerën... Kur unë e kam blerë këtë, kur unë e kam blerë për shembull, nuk di të them 70.000 euro. Kam blerë një apartament 70.000 euro për para 10 vitesh. Kjo është shuma që unë e kam blerë dhe besoj është regjistruar diku. Ajo shuma e blerë dhe ajo shuma e regjistruar në hipotekë për pronën tonë. Që do thotë, nëse ju e shisni atë pronë sot, nëse vlera e asaj prone sot është 150.000 euro, po, nga 70, po marrë një vlerë hipotetike, do thotë që ju keni 80.000 euro për të taksuar të ka pronë. Dhe sa është momentalisht? Momentalisht, nëse ju e shisni atë pronë sot, ju sot paguni 15%. 15% të kësaj diference. Nga jo që unë e kam blerë për parë 10 vitesh, dhe që është deklaruar, me diferencë që unë e shes sot. Gjithmonë e taksueshme është diferenca. Diferenca e shitje sot me blerjen para x vitesh. Ajo sot tatohet 15%. Dhe sot, e mira kësa gjë është që u miratu ligji, u dekretua, u publikuar në fletorën zyrtare dhe ne presim që me datë 23 të ajo është afati që njësë. Po, si pas publikimit në fletorën zyrtare, do të bëjë 2 javë, është data 23 mendojmë që mund të filloj procesi. Dhe me bërën e procesit rivlerësimit me datë 23 janar, i ke mundësi të bësh me 5% dhe jo 15%. Jo 15%. Pra, diferencën që ju keni për pronën tuaj, ta tatonin vetëm me 5%. Tani, këtë mund të bëjnë dhe duhet të bëjnë, ose është e mirë të bëjnë, të gjithë qytetarë, gjithë ata që kanë në zotërim një banesë, apo vetëm ata që le themi kanë ndërmend ta shesin dhe si do të vijohet për shembull, se unë ndoshta nuk do ta shes, edhe për 1 vit, për 2 vite apo. Ato që kanë ndërmend për ta shitur shpejt, sigurisht ato janë emergjencë, ato janë të interesuarit e parë. Ato janë të interesuarit e parë, por unë mendoj që janë çdo qytetar ka interes ta bëjë, pavarësisht mundësisë ekonomike për ta bërë momentalisht, sepse ne kemi parë ndër vite shumë persona që nuk e kanë pasur fare në mend për ta shitur një pronë, i ka ardhur diçka që do duhet ta ndryshojë. Në moment caktuar, por dhe prandaj them që duhet bërë sepse kjo është me periudhë caktuar. Është deri në fund, diku deri në fund të dhjetorit. Dhe moment që kalojnë ky afat, ti nuk e bën më dot. Sido që ta kesh problematikën tënde për ta shitur pronën, ti nuk e bën dot. Dhe do të tatosh 15%. Por të kuptoj, nëse unë e rivlerësoj dhe mund ta shesor edhe pas 10 vitesh. Kjo më merret për bazë apo varet çfarë vendimi do marrë qeveria në të ardhmen? Nëse ju e rivlerësoni pronën tuaj 150.000 euro, morëm të vlerën hipotetike. E vlerësoni 150.000 euro dhe për 1, 2, 3, 4, 5 vite nuk ke interes fare ta shisni pronën, pas 6 vitesh apo x vite ju e shisni pronën. Deri në vlerën 150.000 euro, ju nuk paguani më tatim, sepse i keni paguar shtetit tatimin deri në këtë vlerë. Për çdo që ndark mbi këtë vlerë, do të tatoni 15 apo varet sa mund të jetë në atë periudhë që ne nuk e dim. Deri në vlerën e rivlerësuar, ju që keni rivlerësuar pronën nuk paguani asnjë që ndark, sepse shteti ju ka marrë atë parë, nuk ka çaj u merr më për këtë pjesë. Mbi ato pastaj. Sepse kolegu regjim na e bëri dhe këtë llogaritje që ata që na ndjekin të jenë më të qartë. Ne morëm shembull një banesë 70.000 euro përpara 10 vitesh. Shuma është krejt rastësore dhe mund të ketë shkuar sot vlera, ne morëm 150.000 euro. Momentalisht, nëse dikush e shet këtë banesë që ka blerë me 70.000 euro dhe sot ka vlerë tregu 150.000 euro, ai në këtë diferencë nga 70 dhe 150.000 euro, që është 80.000 euro, paguan 15% tatim shtetit. Dhe ky 15% që bie 12.000 euro. Nëse bën rivlerësimin e kësaj prone, datë 23 apo 24 janar, dhe e shet në një shkurt, do të paguaj 5%, pra vetëm 4.000 euro. Por tani, kjo do të thotë që ata që bëjnë rivlerësimin, fillimisht e shesin, nuk e shesin, do të derdhin para në arkën e shtetit. Do të parapaguajnë. Prandaj thartë më lart, kushdo që ka mundësi financiare, se janë ca vlera, me thënë drejtën, jo pak në varësi të pronës, por janë disa. Dikush që ka mundësinë e bën. Unë kam pas shumë klientë që s'kan pas kur ndërmend ta shesin pronën dhe i kanë bërë. I kanë kthyer në vlerën e tregut, sepse kanë pas mundësi financiare, të kuptojmë. Ju kuptoj. Tani, kush e bën këtë vlerësim që banesa ime në një zonë caktuar Tiranës, nga 70.000 euro që në kam blerë për parë 10 vitesh, kushton kaq apo aq? Si bëhet kjo? Këtë e bën një ekspert vlerësues që mund të jem unë,
mund të jetë dikush Ervini, mund të jetë dikush i licencuar si Ervini, por mund ta bërë dhe me çmim referencë. Do ka dy mënyra për bërjen e rivlerësimit. Një është me çmimin e referencës, me çmimet minimale fiskale që shteti ka vendosur në Tiranë dhe gjithë Shqipërinë, por edhe me një ekspert vlerësues. Unë gjithmonë rekomandoj ekspert vlerësues, sepse çmimet e referencës shumë shpejt dalin nga ajo zona e mos taksimit, sepse janë shumë afër me vlerën vlerën minimale. Prandaj, gjithmonë rekomandoj të bëhet me një ekspert vlerësues të sjellë vërtet në vlerën e tregut që të zgjasë sa më shumë këtë pjesë e rivlerësimit. Të kuptoj. Dhe një ekspert vlerësues jep çmimin e tregut sotëm dhe më pas le të themi me atë, nuk di, një dokumentacion në çfarë është, shkon paraqitesh tek zyrat. Një ekspert vlerësues të përgatit një raport vlerësimit të detajuar në lidhje me pronën, duke nxjerrur dhe vlerën reale të asaj prone. Pastaj, në moment që merret raporti i vlerësimit, janë dy mënyra për të aplikuar. Një mënyrë është nëpërmjet e-Albanias, do çdo qytetar mund ta aplikojë nga adresa e tij në e-Albania, dhe mënyra e dytë është nëpërmjet noterëve. Unë zakonisht rekomandoj noteret, me thënë drejtën, rekomandoj noteret sepse një pjesë e mirë e aplikimeve që bëhen dalin me probleme, për fatin tonë të keq. Dalin me probleme dhe në moment që është një qytetar do komunikoj vetë nëpërmjet e-Albanias, e quaj një sfidë më vete për të mbaruar punë. Në moment që është noteri i ka dhe lidhje, ka dhe marrëdhënie tjera me ASHK dhe mendoj që dalin shumë më shpejt dhe shumë më kollaj. Ju kuptoj. Dhe kjo është diçka pozitive, por edhe ata që nuk duan ta shesin, nëse kanë mundësi ta bëjnë. Nëse kanë mundësinë financiare për ta bërë, unë them ta bëjnë, sepse do jetë në të mirë tyre, do kursejnë disa para për më vonë. Jo, ndoshta tani do i duket si një shpenzim, por unë mendoj që ta shikojnë si një investim. Sepse nuk është pak diferenca. Investim, po. Ju kuptoj, por nëse pas 10 vitesh që unë do të shes këtë pronë, i bie vlera. Për shembull, ne momentalisht atë banesën me 70.000 euro që nga blerë përpara 10 vitesh, çmimi i tregut është 150.000 euro, pak më shumë se 2 fishi. Unë do ta shes dhe rivlerësojmë për 150.000 euro, që i kam të paguar, nëse bëj rivlerësimin, ja kam dhënë shtetit. Pas 10 vitesh që unë do ta shes, ajo vlen jo 150.000 euro, 130 për shembull. Ç'mund të ndodh? Po, përveç ndryshimit të çmimit, për ty si qytetar nuk ka ndodhur asgjë në lidhje me shtetin, me taksimin e shtetit, sepse deri në vlerën 150.000 euro ti e ke të paguar. E ke të paguar dhe për çdo vlerë nën atë çmim, për çdo vlerë nën atë 150-in që ju e keni të rivlerësuar, ju nuk pagoni më asgjë. Nuk pagoni. Po, le të themi mbrapsht nuk është se merr diçka. Patjetër që nuk merr mbrapsht. Të vogël ose sa është. Por që nuk paguan më. Do deri në atë vlerë je i mbrojtur deri në atë fash. Deri në atë vlerë je i mbrojtur. Çdo gjë. Dhe mbi gjitha, krahasuar me 15% që është momentalisht, me 5% që është një diferencë shumë e madhe. Patjetër që është një diferencë shumë e madhe. Pastaj ne kemi edhe një pyetje tjetër që bëjnë kryesisht klientët. Janë klientë që i kanë bërë rivlerësime dhe me 2%, dhe me 1%, dhe me 3%, dhe më pyesin, po për këto që kanë paguar, për çdo vlerë që ju keni paguar, rini qetë sepse nuk ju mbet asgjë. Nuk u mbet, atë e keni. Gjithmonë rivlerësimi i radhës do merret mbi atë vlerë, do llogaritet mbi atë vlerë. Pra, nëse e ke llogaritur, nëse e ke rivlerësuar deri në 80.000 euro, deri në vlerën e 80.000 euro, ti ke paguar shtetit dhe nuk ke më për të paguar asnjë qendark. Mbi atë patjetër që do mund të llogarisësh rivlerësimin e ri. E kuptoj. Edhe këta që për shembull kanë ata që kanë bërë me 3%, mos e bëj para 1, 2, 3, 4 vitesh, edhe ata mund ta bëjnë këtë deri në 5 që të shtojnë. Patjetër, sepse vlerat kanë ndryshuar, sidomos Tirana ka ndryshuar goxha. Ka ndryshuar goxha. Ne kemi pasur shumë prona që të bëra me 3% që kanë dalë sërish nga tregu. Kanë dalë sërish nga tregu dhe tatohen goxha nëse shesin sot me vlerë tregu. Ju kuptoj. Dhe edhe një tjetër, ne përmendëm, por nëse sërish tek ai shembulli me banesën që kushton 70.000 euro kur ne kam blerë përpara 10 vitesh dhe do ta shes momentalisht unë e rivlerësoj për 150.000 euro dhe kur unë e shes pas një dekade tjetër, ajo ka shkuar të vlerë tregu në 180.000, pra edhe më shumë. Deri në 150.000 euro, ne kemi rivlerësuar me 5% sa që është tani dhe jemi të mbrojtur,
Dhe thjesht do të atojmë atë 30.000 euro, diferencën nga 150 në 110, me atë që do tjetë në ato momente, që qeveria dhe mund të ndryshoj, cila do qeveri që tjetë. Po për bizneset, diku e njëjta gjë është, bizneset nuk di gjithë biznesin, a çfarë vlerësojnë? Edhe bizneset e bën rivlerësimin, e bën ndoshta edhe për të rritur kapitalet e tyre në kompani, për të rritur financat e tyre, e bën edhe për të rritur kostot dhe për të në kuptimin që moment që bën një rivlerësim prone, në tërësi merret si kosto dhe nuk paguan më pastaj. Edhe bizneset kanë goxha përfitim në këtë pjesë. Ju kuptoj. Për herë të parë, do të futet edhe vjetërsia banesës. Çfarë ndryshon ose çfarë do të thotë kjo? Tani, akoma nuk është aplikuar, presim, se s'ka nisur, presim të filloj. Ka akoma paqartësi për thënë për jetës vërtetës kjo se si do realizohet, po me aq informacion sa ne kemi marrë, kjo pjesë do vlej vetëm për pronat që do shiten apo që ka një vlerë nën çmimin e referencës. Por gjitha ato prona që janë mbi vlerën e referencës nuk mund të aplikohet. Për pronat që janë nën vlerën e referencës, patjetër që pretendohet të aplikohet deri një mas 30%, minus 30%. Është mirë ky 5% që, sepse dhe ky ka pasur diskutime, ndoshta në ç'kuptim kuptim është mirë? Jo, mund të ishte 3, mund të ishte, patjetër, ideale do ishte 2, 3, 1 apo por krahasuar me 15 mendoj që është mirë. Është mirë, krahasuar me 15. Mund të ishte sigurisht më poshtë se 5. Tani zgjidhja nuk është rivlerësimi. Ne kemi thënë. Nuk është zgjidhje që ne çdo 3-4 vite, 5 vite apo më shumë bëjmë me fushata, se edhe ne këtu çdo gjë me fushata apo bëjmë për jetës vërtetës. Ideale do ishte ulur fare, mos ishte 15% tatim fitimi. Pse mos ishte 5% gjatë gjithë kohës dhe qytetarët do kishin nevojë të turrishin, të bëjnë rivlerësimin. Shkon shet, paguan 5% e marrin punë. Do ishte ideale. Nuk e mendoj që do ndodhë ndonjëherë, por ne e lusim. 5% të jetë gjithmonë për shembull se të jetë një masë caktuar 3-4-5% të jetë kjo. Të jetë një vlerë, një shumë që mos të qytetarët mos tentojnë të bëjnë devianca. Po, të mos bëjnë devianca dhe të mos i rikthehen. Po, pse nuk është zgjidhje të bëjmë fushata rivlerësimi gjithmonë, nuk është zgjidhje. Ju kuptoj. Jo, ajo që unë mendova në fakt ishte nëse kjo do të sillte vështirësi apo humbje edhe për ata që e blen një banesë të caktuar, por jo, kjo nuk ka lidhje fare. Jo, nuk ka. Kjo sjell vetëm përfitim për ata që kanë në zotërim një banesë. Që vërtet momentalisht ata mund japin disa para shtetit, por në momentin që vendosin ta shesin, atë janë të mbrojtur dhe përfitojnë shumë krahasuar me 15% që është momentalisht. Patjetër që po. Sjell përfitim për qytetarët që kanë pronë, sjell përfitim për qytetarët që blejnë, në thonjza kuptimin që sepse është një pjesë tatimi që do ngeli në ajër, mund të themi. Në ajër, mes po. Ati që shet, ati që ble. Është mes dy palëve dhe mendoj që do jetë shumë e mirë për të negociuar një pronë. Në moment që ne kemi më pak taksa, më pak kosto, mendoj që mënyrat e negocimet apo masa e negocimet jetë pak më madhe. Po, këtë tatimin momentalisht e paguon vetëm ai që shet apo varet negociate edhe me ato që ble pronë? Normalisht tatimin e paguon ai që shet, por ne shumë mirë e dim që se ne jemi shqiptar, paguaj me ul çmimin apo thotë unë dua kaq merr përsipër gjitha të tjera, gjitha shpenzimet për themin në shtet. Nga gjitha mënyrat e Ervin e sugjeron që ta bëjnë gjithë. Unë e sugjeroj ta bëjnë gjithë. Mbi gjitha sugjeroj emigrantët që kanë vite që janë jashtë, që kanë pronat këtu, që me siguri nuk do kthehen më. Që ata në një moment caktuar mund të shesin, le themi, pa problem. Unë kam momentalisht shoh rrethin tim familjarët, njerëzit tonë që po kthehen për rishesin pronat. Pronat që kanë bler nga 25 vite, 20 vite, apo 30 vite, apo dhe pronat të trashëguara, po kthehen të shesin dhe po përfitojnë tani me 5% që t'i shesin. Pra, një thirrje për gjithë emigrantët, bëjni rivlerësimin, pa i ftuar që ta shesin, po të bëjnë rivlerësimin sepse nuk i dihet, duke qenë se ato jetët po i ndërtojnë andej edhe fëmijët andej, mendoj kthimi do jetë i vështirë për to në Shqipëri dhe pse mos ta keni një rivlerësim
pse mos përfitojnë dhe kur është mundësia. Kjo është e njëjtë për gjitha qytetet e Shqipërisë. Dhe për gjitha ato banesa le të themi që janë regjistruara në kadastër, që janë me dokumente, jo ato që janë proces legalizimi. Po flasim vetëm me ato që kanë certifikat pronësie, dokumenta pronësie, ato që janë në proces legalizimi apo ndërtimet e reja që akoma nuk janë certifikuar, nuk përfitojnë për fat keq. Që janë shumë fatikeq. Dhe le të themi në momentin që gjë e parë që vendos për ta bërë këtë gjë është që të kontaktojnë Ervinin, për shembull, ose kolegët e Ervinit, sepse duhet një ekspert i pasurive të paluajshme që është gjë më e mirë. Një ekspert i pasurive të paluajshme i licencuar si vlerësues i pasurive të paluajshme, nuk duhet të ngatrojmë ndërmjetësues i pasurive me vlerësues. Janë dy profesione. Jo, ndërmjetësimi është po e themi tjetër gjë. Ekspert i pasurive të paluajshme i licencuar. Edhe vlerësues, jo ndërmjetësues, por vlerësues edhe tek ekspertët, që të jetë vlerësues që të vlerësoj. Ato vetëm ato mund të bëjmë punë. Me dy fjalë koha kaloi dhe gjithmonë fluturon, po unë mendoj që sqaruam thuajse gjithë këtë çështje, po shumë shkurt. Pse është bërë kaq e pamundur për të blerë një banesë, sepse këtu jemi mbi gjitha në Tiranë, vite tëra pune. Kjo s'ka të bëjë shumë edhe me punën tuaj të përditshme, se janë pagat e gjëra. Është bërë e pamundur, realisht çmimet janë rritur goxha. Çmimet janë rritur goxha. Ndërtuesit e hedhin ato topin te kostot ndërtimit që edhe ato janë rritur, por si tregi i lirë unë mendoj që është kërkesë ofertë. Sepse ka goxha kërkesë, jo se ofertë nuk ka, edhe ofertë ka goxha, por që mendoj që kërkesa deri tani ka qenë më lartë se sa, dhe prandaj edhe tregu ka shkuar në këto nivele. Mendoj që do ketë një stabilizim, për këtë vit mendoj që do ketë një stabilizim të tregut, por jo nga ato që nuk mund themi çuditëra, jo fluska e gjëra, do uli çmime që po stabilizim mendoj që mund të ketë. Ervin, faleminderit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi edhe miru takofshim ditë të mbar. Juroj, faleminderit edhe ju që na ndoqët. Mbetën fund shtypi ditës dhe ju për mëngjesin e kësaj të marrëdhjes që ndronë me Report Televizion. Vjoni me rrezet diell dhe ju uroj shikim të këndshëm.